Qendra administrative e Golemit u kthye të njëjtë në një skenë të gjallë festive ku u organizua panajiri me emrin simbolik Festa e Mjaltit, një aktivitet që solli në vëmendje prodhimet bujqësore, blegtorale dhe të bletarisë të kësaj treve të begatë myzeqes. Në një atmosferë plot gjallëri, fermerët dhe bletërisët lokale ekspozuan produktet e tyre bio në stenda të mbushura me ngjyra, përmes të cilave promovuan cilësinë dhe pasurinë natyrore të zonës, me theks të veçantë te mjalti i pastër i Golemit, një produkt që ka fituar vlerësim në tregjet vendase dhe ndërkombëtare. Ky aktivitet u zhvillua në kujdesin e Bashkisë Lushnjë dhe kryetares Eliselda Sefa, e cila e shoqëruar nga deputetët e zgjedhur në 11 maj. Asfloral Haxhiu dhe Elton Korreshi vizituan stendat dhe u ndalën pranë çdo prodhimi, duke dhënë mbështetje për fermerët edhe për iniciativën. Festa e Mjaltit u pasurua gjithashtu nga pjesëmarrësia e nxënësve të shkollave lokale, të cilët sollën gatimet tradicionale dhe punime artizanale, si edhe nga bizneset vendore, duke e kthyer këtë event në një panajir agrokulturor ku u ndërthureshin tradita, trashëgimia dhe zhvillimi rural. Atmosfera u gjallërua nga muzika popullore myzeqare, veshjet tradicionale dhe kostumografia karakteristike e zonës, të sjellura me përkushtim nga fëmijët e qendrës kulturore në drejtimin e Drejtorisë së Artit dhe Kulturës së Bashkisë Lushnjë. Fermerët e pranishëm e vlerësuan panajirin si një mundësi konkrete për promovimin e produkteve të tyre bio, të cilat tashmë konkurrojnë edhe në tregjet europiane. Ata kërkuan që iniciativa të ketë vazhdimsi dhe mbështetje më të madhe institucionale, veçanërisht në drejtimin e certifikimit, kontrollit të pesticideve dhe përfshirjes në zinxhirin e eksporteve. Ky është viti i dytë që ky aktivitet organizohet si pjesë e një nisme më të gjerë të Bashkisë Lushnjë, ku çdo njësi administrative do të ketë festë me identitet të vet lokal për të promovuar çfarë ofron natyra dhe dora e fermerit. Golemi, një zonë me tradita të thella në bletari, pemtari dhe bujqësi, tashmë është shndërruar në një pikë referimi për organizimin e aktiviteteve që respektojnë natyrën, forcojnë identitetin kulturor dhe mbështesin zhvillimin ekonomik vendor.